Ministra e Punëve të Brendshme, Albana Koqiu, zhvilloi një takim pune me trupën zjarfikse të Fierit në stacionin e ri të zjarfikseve. Gjatë fjalës së saj, ministria theksoi rëndësinë e ngritjes së standardeve të unifikuara në të gjitha bashkitë dhe krijimin e një trupe të trajnuar sipas protokolleve bashkëkohore. Kemi nisur një tur takimesh me gjithë ekipet zjarfikës në gjithë vendin, në të gjitha bashkitë. Stacioni zjarfikës në Fier është model edhe nga infrastruktura, po me sa shohun edhe nga trupa e zjarfikësve që e përbëjnë këtë njësi të rëndësishme, ndërkohë që për fat keq nuk i kemi të gjithë në këtë standard dhe këtë nivel, edhe pikërisht kjo është një nga arsyet edhe një nga objektivat që i kemi vënë vetes për t'i sjellë të gjithë në një standard të njëjtë, të barabartë. Një nevojë domosdoshme është menaxhimi në nivel të qëndërzuar dhe të koordinuar mbi bazë rajonesh të shërbimit zjarfikës, po jo vetëm shërbimit zjarfikës, po të emergjencave civile, duke përfshirë aty edhe urgjencën kombëtare mjekësore, edhe emergjencat civile, zjarfikësit, edhe patjetër edhe policinë e shtetit, edhe gjithë strukturat e forcave të armatosura, të cilat në momente të caktuara marrin rëndësi secila, dhe sigurisht e rëndësishme koordinimi ndërinstitucional. Ky stacion këtu është shembull edhe për infrastrukturën. Drejtori po më thoshte është një nga stacionet ku ne kemi të vendosur edhe kullën e stërvitjes, dhe ndërkohë që nuk është një strukturë e cila është e replikuar shumë në stacionet tona zjarfikës. E rëndësishme është që të dëgjojmë edhe çfarë vjen si shqetësim edhe apo si sugjerim edhe nga ju që përballeni çdo ditë në të përditshme në terren, pasi vërtet ajo çka bëni është frymëzim edhe do duhet të udhëheqi në fakt shembullin e mirë qytetarisë. Gjatë vizitës u inspektuan ambientet e reja, përfshirë kullën e stërvitjes, ndërsa u diskutuan mbi nevojat për më shumë pajisje, trajnime të specializuara dhe një strukturë karriere më të qartë për zjarfikësit.